Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Përëndimin të nësi të kojnë vetëm Allah subhana, ata e lusë dhe ati përgjërohem që të lavdëroj dhe të bekoj dërgorin ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të pëzgjedhur. Të nduar vëllezër dhe motra, në cilin do formim fetar, në cilin diskurs fetar, në cilin do preardhje fetare sa do të mirëfillt apo modeste që mund të ketë dikush, domosdoshmëria e namazit vihet në pa lehtësisht. Do thot, ajo që fetarin tonë përcakton namazet dhe nuk mund t'i shmangim si obligim, dhe që duhet ta jetësojmë atë, duhet ta kryejmë dhe sa më shpejt të kalojmë në një ngjarje për kryerje dhe plotësie në raport me namazin, është një e vërtet aksiomatike e fetarisë, pa më parasysh çfarë diskursi, çfarë përkatësie, çfarë fryme të fetarisë i përket apo e dëgjon. Në ligjratën e kaluar e trajtuam namazin si themel i adhurimit. Mi po është e pashmangshme që të ndalemi për ta përcaktuar edhe një të vërtet tjetër të madhe të namazit. Nëse tek ngjarjet e tjera, nëse tek fjala tek shembulli i shtëpisë, ndërtimi i themelit nënkupton punë të kryer dhe pastaj ne duhet vazhdojmë me katët dhe duhet vazhdojmë me aspektet e tjera të strukturës dhe të godinës. Tek namazi në fetari nuk përbën vetëm themelin si piknisje, po edhe kupolën dhe kulmin si pik arritje. Do thot, ne nuk falim vetëm për t'ja nisur, do thot, për ta nisur ngjarjen e fetarisë, falemi edhe për ta përkryer fetarinë. Dhe sa herë që ne përkryejmë fetarin, në të vërtet, ne jemi duke u afruar në përkryer të namazit, dhe sa herë namazin e përkryejmë, ne jemi duke përkryer, do thot, fetarin në përgjithësi. Dhe që raporti i namazit është raporti pashmangshëm me të gjitha adhurimet. Do thot, aq më tepër që raporti i namazit me adhurimin e agjërimit që e kemi tani në këtë muaj, do thot, duhet të na bëjë agjërimi për Allahun subhanahu wa taala të jetë një vepër e mirë, një përshpjellshmëri e mirë, të jetë një moment i reflektimit të fuqishëm dhe të thellë, që pikërisht ne të reflektojmë për çështjen e namazit. Dhe teksa e falim namazin, të na shtohet zgjimi dhe vëmendja për ngritjen e cilësisë së agjërimit. Për arsye sepse raporti i namazit është raport i pashmangshëm me të gjitha adhurimet që bëhen për Allahun subhanahu wa taala. Po në fund të muajit që uroj çdo besimtar ta kryejë obligimin që e ka për çështjen e zakatit dhe të lëmoshës, po edhe pastaj për të pastruar agjërimin e tij nëpërmjet zakatit për katës që ka të bëjë me agjërimin, ta ketë në konsiderat pikërisht këtë domethënie që zakati e ngrit cilësinë e namazit dhe namazi e ngrit cilësinë e zakatit, sepse kjo është raporti i ndërsjellët i pashmangshëm i gjitha kapitujve të adhurimit me faljen e namazit. Nëse e kuptuam këtë, atëherë kemi të drejtë ta kuptojmë edhe ta pohojmë që namazi është themeli, me po është edhe kupola. Është pik nisja, po është edhe pik arritja. Dhe pikërisht edhe në këtë ligjërat do t'i qasemi namazit nga ky këndvështrim, nga këndvështrimi për të kuptuar peshën dhe rëndësinë, nga pikëvështrimi për të kuptuar domosdoshmërinë që qendra e qendrave, themeli i themeleve dhe kupola e kupolave është, do thot, në çështjen e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala është domethënë namazi. Ndaj besoj që në këtë varg të ligjëratave që jemi në kërkim të shembulltyrave të përkushtimit, është e largët ose nuk është e rendit që t'i qasemi shembulltyrave pa e zgjidhur një dilemë, pa e zgjidhur një problem, pa e zgjidhur diçka që besoj duhet të ishte shumë bazike, në ku ishin frymëzuar, ose cila ka qenë vëmendja e këtyre shembulltyrave që ne po i marrim si shembulltyra, cili do model që ne i referohemi si model për përkushtimin ndaj namazit. Këto shembulltyra, ku e kishim pasur vëmendjen, ku e kishim pasur frymëzimin, ose çfarë i kishte bërë ata që ta kishin këtë përkushtim ndaj Allahut subhanahu wa taala nëpërmjet namazit, ose pse namazin e kishim parë aq, do thotë, të themelt, aq të pashmangshëm, aq të jetik për fetarinë e tyre dhe përpjekjen e tyre drejt Allahut subhanahu wa taala. Ndaj kam dëshirë që këtë përgjigje ta gjejmë në disa ajete që vetë Allahu i Madhreshëm na tregon se çysh është qasja e robëve të denj, si është qasja e shembulltyrave që ja vlen t'i kemi shembull, ja vlen t'i marrim shembull, ja vlen edhe t'i trajtojmë si shembull. Çysh ata, në çfarë forme, në çfarë mënyre, si kanë lexuar ata këtë çështje që pastaj namazi pas ka qenë tek ata,
paske është qenë do thot themeli i themeleve dhe kupola e kupolave. Flet Allahu subhanahu wa taala na thot kësaj për njerëzit e devotshëm thot janë ata të cilët shitblerja e tyre, do thot angazhimi i tyre në fitime, angazhimi i tyre në shitje dhe në blerje, nuk i pengon ata në të përmendurit e Allahu subhanahu wa taala dhe të cilët e bëjnë namazin, e falin namazin dhe japin zakatin dhe këtë këta e bëjnë një gjë të tillë sepse i druhen, kanë frikë një ditë të amshimit në të cilat zemrat dhe shikimet do të tremben. Ekziston një ditë e frikshme, është një ditë ku zemrat trishtohen, sy tremben dhe robërit i kaplon dhe i mbërthen një drithërim i madh e që është i papërshkrueshëm. Ajo është dita e gjykimit. Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet na tregon për kushtimin e këtyre të cilët nuk habitën nga dynjaja, nuk habitën nga shitblerja, nuk habitën nga blerja dhe shitja dhe nga përditshmëria e fitimit dhe përditshmëria e mbarvajtjes dhe mbarështimit të jetës, e falin namazin, e japin zakatin sepse kanë frikë një ditë në të cilën zemrat dhe shikimet e tyre do të tremben. Në ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala na përshkruan kësaj këtë vërtetë. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot ky Kur'an, ky libër i shenjtë, të cilin ne o Muhammed ta kemi shpallur ty, e që është i madhreshëm. Në të vërtetë thot ky Kur'an është vërtetuesi asaj që ka qenë më parë, i librave të mëparshëm. Kumtesa e Kur'anit është një kumtesë vërtetuese asaj që ka qenë përpara e që është kumtuar nga ana e profetëve të mëparshëm të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po thot ky Kur'an është edhe frikësues, thot Allahu i madhreshëm, ky Kur'an është frikësues dhe paralajmërues. U atërheq vërejtjen, u atërheq vëmendjen, u bën një paralajmërim frikësues banorëve të Mekës dhe atyre që janë përreth tyre, e pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, ata të cilët besojnë në jetën e ardhshme, ata të cilët besojnë në jetën e amshimit, ata të cilët besojnë në jetën pas ringjalljes, thot e besojnë këtë Kur'an, mirë po si përfundon ajeti. A mjafton vetëm besimi? Thot ata e besojnë këtë Kur'an dhe ndaj namazit të tyre janë të përkushtuar. Ndaj namazit të tyre janë të pandashëm. Ndaj namazit të tyre janë, do thot, robër që e kryjnë me përkushtim. Në ajet tjetër thot Allahu subhanahu wa taala, dhe ju ta falni namazin. Ta falni namazin dhe të jeni të devotshëm, sepse tek Zoti juaj do të tuboheni, Kështu që to ajetet të sapo përmendura na japin përgjigjen për pyetjen që sapo e tham në fillim. Çfarë i bëri ata? Cila vëmendje i bëri ata të ishin aq të përkushtuar? Cila vëmendje i bëri ata që të ishin aq përkushtuar ndaj namazit? Është një vëmendje bazike. Është një vëmendje e pashmangshme. Është vëmendje fetarisë. Pa këtë vëmendje nuk ka fetari. Pa këtë vëmendje nuk ka përkushtim. Pa këtë vëmendje nuk ka devotshmëri. Është vëmendja tek jeta e amshimit. Kështu që ne mund ta marrim si rregull të përgjithshëm dhe të rregullt në jetën tonë fetare e në veçanti në çështjen e namazit. Vëmendja për ahiretin, vëmendja për amshimin, vëmendja për jetën pas ringjalljes, vëmendja për një jetë të pasosshme që vjen pas vdekjes. Ajo vëmendje është stabilizuesi më i madh, është zgjuesi më i madh, është përcaktuesi më i madh i përkushtimit tonë ndaj namazit. Për që njerëzit të cilët e falin namazin, mirë po, pa kulturën e ahiretit, pa vëmendjen tek jeta e amshimit, pa kulturën që ka një ditë gjykimi që ky namaz do të na shpëtoj dhe ka një ditë gjykimi që me këtë namaz do të marrim shpërblimet më të mëdha. Realisht nuk mund të ketë një përkushtim shumë të madh. Ndoshta vjen dita dhe e lën namazin. Ndoshta për një punësim, ndoshta për një presion, ndoshta për një situatë joshje, ndoshta për një situatë të përditshmërisë dhe nuk e shohin namazin atjetik. Mirë, për ta parë namazin atjetik, për ta parë namazin si të pashmangshëm, për ta parë namazin si prioriteti më i madh, për ta parë namazin si qendra e qendrave, ne duhet ta kemi vëmendjen tek ahireti. Ta kemi vëmendjen se ka jetë pas vdekjes. Ta kemi vëmendjen se ka jetë pas ringjalljes. Ekziston një jetë pas vdekjes tonë, e cila jetë është e pasosshme. Dhe fati më i madh në atë jetë përcaktohet pikërisht me besimin tonë dhe me namazin tonë për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj ne duhet ta kemi në konsiderat për herë. Për herë këtë të vërtetë që ajo që na stabilizon namazin, ajo që na bën të përkushtuar në namazit është do të thotë vëmendja tek ahireti. Dhe këtu e bëjnë një thirrje. E sidomos i bëj thirrje njerëzit të cilët në një farë forme e kanë kaluar ndoshta pjesën më të madhe të jetës ose gjysmën e jetës. Jo që kjo thirrje nuk i takon atyre të cilën më të ri, mirë po kisha pasur dëshirë pikërisht t'i veçoj këta të cilët e kanë kaluar një moshë,
E kanë kaluar një moshë për ta parë se jeta nuk është e përjetshme. E kanë kaluar një moshë për ta parë se sa e gënjeshtërt është do thotë lidhja me jetën e kësaj bote. E kanë kaluar një moshë sa për ta parë se sa e shpejt është do thotë jeta e kësaj bote. E kanë kaluar një moshë sikur për ta parë atë përshkrimin dhe atë shembullin që jeta është sikurse të hysh nga një portë dhe të dalësh nga porta tjetër. Para se të dilni tek porta tjetër, para se ta hapni këtë portën tjetër, që është porta e jetës tjetër, është porta e amshimit, është dera e pashmangshme cilën do të hapim pas vdekjes. Le të kemi një moment reflektimit fuqishëm për të penduar tek Allahu dhe për të filluar për ta falur namazin. Për të filluar për t'ia vërtetuar Allahut për një mendsinë tonë se vërtet e duam Allahun, vërtet e duam Zotin tonë, vërtet duam të shkojmë tek ai faqebardh, vërtet duam të shkojmë tek ai dhe ta fitojmë kënaqësinë dhe fitimin e tij. E di që kjo thirrje në shumë të rasteve kemi dëshirë që ta themi tërthorazë. Kemi dëshirë që ta themi duke i joshur njerëzit. Mirpo, unë kam dëshirë që ta nënvizoj një diçka e cila për juve është më e qartë se sa për gjithë këtë tjetër. Kushdo që ka kaluar gjysmën e jetës sa asaj mesatarë që jetojnë njerëzit, ose edhe më shumë, po ndoshta e ka kaluar ndoshta edhe 2/3 e kështu me radhë. Domethënjet e pavlerësisë së kësaj jete dhe sektësisë së kësaj jete dhe aspektit të shuaris së kësaj jete, besoj që tek ju janë më të qarta se tek kushdo tjetër. Prandaj duhet të sforconi domethënjet që ju bëjnë të përcaktoni me vëmendje për jetën e amshimit, të filloni fuqishëm të përgatiteni për jetën e amshimit, të filloni seriozisht të keni një zahire për jetën e amshimit. Dhe zahireja më e madhe, përgatitja më e madhe, furnizimi më i madh për jetën e amshimit është besimi dhe është namazi për Allahun subhanahu wa taala. Dhe ndaj Allahu subhanahu wa taala na tregon shumë Kur'an për rezultatet e namazit në ditën e gjykimit. Për shembull, Allahu subhanahu wa taala na thot në Kur'an që do të kanë shpëtuar besimtarët. Dhe tash shumë kush për nesh e ndjen vetëm besimtar. Shumë kush për nesh ndoshta edhe gojë plot i jep epitete të larta vetvetes në kuadër të besimit. Mirpo Allahu subhanahu wa taala thotë kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët e falin namazin me përkushtim. Ata të cilët, jo kushdo që i thot vetes besimtar, jo kushdo që pretendon ta ketë këtë emër, jo kushdo që thjesht mendon që me një emër ose thjesht me një epitet, thjesht me një thirrje, me një pretendim fitohet shpëtimi i madh i amshimit. Allahu subhanahu wa taala thot, kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët ndaj namazit të tyre janë të përkushtuar, ata të cilët namazin e tyre falin me përkushtim dhe me përvoqësi për Allahun subhanahu wa taala. Ose një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala na tregon një rezultat tjetër që saksisht në një hadith që shënon Imam Ahmedi dhe Buhariu Muslimi nga Xheriri, thot ishim tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e pa hanën e plot. Dhe pastaj u tha shokëve të vet, kësaj sikur që po e shehni sonte hanën e plot, kështu ju do ta shihni Zotin tuaj në ditën e gjykimit, do ta shihni Zotin tuaj teksa shpërbleheni në mes shpërblimet e mëdha në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk do të pengoheni nga askush, nuk do të pengoni nga asgjë për ta parë Zotin tuaj. E pastaj i Allahu sallallahu alaihi wasallam thot një fjali që është ajo që neve na bën për ta spikatur këtë domethënie. Domethënia e vëmendjes tek ahireti për ta sforcuar namazin. Thot i Allahu sallallahu alaihi wasallam mos lejoni që të mposhteni nga diçka e cila ju bën që të mos e falni namazin para lindjes dhe namazin para perëndimit të diellit, dhe namazin e sabahut dhe namazin e kindis. Mos ndodh për shembull angazhimi dhe shkuarja herët në punë që ju ik namazi i sabahut. Mos bëj që qëndrimi vonë t'ju bëj që t'ju ik namazi i sabahut. Dhe të mos bëj diçka për shembull angazhimi gjatë ditës dhe deri në një orar të masditës t'ju bëj që t'ju ik namazi i kindis. Pse i Allahu sallallahu alaihi wasallam na përmend këtë këshill pikërisht pasi na tregon se do ta shohim Zotin ton të madhërisëm dhe fytyrën e tij të bukur dhe absolute. Pikërisht na jep këtë domethënie. Nëse ju e keni vëmendjen tek ahireti, nëse ju e keni vëmendjen tek jeta e amshimit, nëse ju shpresoni çat shpëtimin, atë shpëtimin që e përmeni Allahu subhanahu wa taala në surën El-Mu'minun, dhe nëse e shpresoni të parit e fytyrës së Allahut subhanahu wa taala, atëherë falni namazin. Kanë shpëtuar besimtarët të cilët falen dhe do ta shohim Zotin e tyre ata të cilët falen. I Allahu sallallahu alaihi wasallam pikërisht këtë domethënie. Nuk është thjesht shpresë për ta parë Zotin. Nuk është thjesht dëshirë e flak për ta parë Zotin. Është projekt për ta parë Zotin. Është do thotë projekt që duhet realizuar dhe ky projekt realizohet duke falur namazin e në veçanti
në këtë hadith i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam na jep atë këshillën që të përkushtohemi më së shumti për namazin e sabahut dhe namazin e kindis. Pse ky përkushtim për namazin e sabahut dhe namazin e kindis? Për këtë shkaku që këto dy namazë në shumë të rasteve njerëzit tregojnë shpërfillës shkaku i angazhimit të tyre për jetën, për rahatin dhe mbarvajtjen e jetës së tyre në kështu me radhë, dhe sigur e konsiderojnë që projekti më i madh i jetës është jeta. Realisht, jeta përbën një realitet të jetueshëm edhe pa këtë përkushtimin e tepruar që njerëzit përpiqen kësaj të japin kuptim jetës. Jeta ka kuptim edhe pa e shkatruar vetveten. Jeta ka kuptim edhe pa e dërmuar vetveten me angazhim. Jeta ka kuptim edhe pa e tepruar, do të thotë, me lakmi edhe me synime. Kështu që ka vakt edhe ka kohë edhe për namazin, ka kohë edhe për namazin e sabahut dhe të kindis, ndonë se mund të jetë ajo koha pikërisht kur ne fillojmë angazhimet e tona dhe përmbyllim angazhimet e tona gjatë ditës. Kështu që nëse synojmë që ta fitojmë shpëtimin e Allahut dhe synojmë ta shikojmë fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, atëherë ky Zot i madh, ky Zot i fuqiplot, ky Zot që synojmë ta shohim përpjekjen tonë më kulmore dhe kupolën e adhurimit e ka konsideruar pikërisht namazin. Nëse dëshironi ta shihni Zotin tuaj, atëherë falni namazin. Nëse doni shpëtimin e Zotit tuaj, atëherë falni namazin. Ndaj, kisha pasur dëshirë që për ta parë këtë konstatim si konstatim të vërtet, të referohemi Kuranit dhe të kemi vëmendje për të parë se si Zoti na edukon, se si Allahu na edukon në Kuran, për ta parë adhurimin e namazit si kupole e adhurimit, për ta parë namazin si përpjekja më e madhe, për ta parë namazin si përpjekja më e denjë për të fituar kënaqësinë e Allahut, për të fituar mundësinë për të parë Allahun subhanahu wa taala dhe për të shpëtuar në shpëtimin e mëndshëm. Mirë, po fillimisht përpara se të citoj ajetet kuranore dhe shembujt kuranor se si Allahu na edukon se si duhet ta shohim namazin, kisha pasur dëshirë që të kemi konsiderat për ta madhëruar edukimin e Allahut. Do thotë, kush po na edukon? Po na edukon absoluti, po na edukon krijuesi ynë, po na edukon më i miri, më përdillimtari dhe më ai që më së shumti na do neve të mirë. Ndaj këto fjali, këto ajete kuranore, këto citate kuranore të shoqërohen me respekt dhe të shoqërohen me vëmendje dhe jo me fjali të shtuara nga ana jonë. Po namazi është i mirë po, sikur, nëse, po qëse. Do thotë, gjithë këto cilat ndoshta i alejojmë vetvetes në diskutimet e tona, i alejojmë vetvetes në bashkëbisedimet e tona me tjetrin, këto nuk vlen kur bëhet fjalë për Allahun. Këto nuk vlen kur bëhet fjalë për edukimin e Allahut subhanahu wa taala, që Allahu i bën robërve të vet. Edukimi i parë thotë Allahu subhanahu wa taala. Thotë gjeni forcën dhe ndihmën duke duruar dhe duke falur namazin. Gjeni forcën dhe ndihmën me durim dhe me namaz, e kjo thot një mend është e madhe, përpos për ata të cilët i përulen Zotit, cilët janë të bindur se do të ringjallën dhe do të dalin para Zotit dhe me të vërtet do të kthehen tek ai. Në këtë ajet kuranor, Allahu subhanahu wa taala na mëson që forcën e jetës, forcën e ballafaqimit me sprovat, forcën e ballafaqimit me vështirësitë, forcën e ballafaqimit me përditshmëritë e jetës në kështu me radhë, duhet ta gjejmë nëpërmjet durimit dhe nëpërmjet do thotë namazit. Kështu që shpesh neve në jetë na mungon një siguri që jemi tek forca dhe tek stabiliteti. Dhe pikërisht kjo, sepse nuk kemi durimtar, sepse nuk kemi kulturë të durimit, po edhe nuk e kemi namazin përcaktues të madh të jetës. Dhe Allah subhanahu wa taala në këtë ajet na edukon që namazi është burim i forcës dhe burim i madhështisë. Kjo me të vërtetë një mend, siç thot ajeti, një mend është e madhe përpos për ata të cilët i përulen Zotit. Ata të cilët i përulen Zotit e arrin këtë madhështi, e arrin këtë forcë. Ndaj namazi është burim i forcës dhe i madhështisë. Kështu që kur vjen momenti për ta falur namazin, kur vjen momenti për ta falur nesër, inshallah, namazin e parë, saktësisht namazin e sabahut. Le ta kuptojmë që jemi duke bërë diçka që do të na forcojë, do të na jap fuqi, do të na jap, do thotë, ndjenja përmbushje dhe madhështie. Ndaj, Allahu subhanahu wa taala na edukon që namazin mos ta shohim vetëm si obligim, mos ta shohim namazin vetëm si një përkushtim te Allahu, ta shohim namazin si burim i forcës, i energjisë, burim i fuqisë edhe i madhështisë. Në ajetin tjetër Allahu subhanahu wa taala një edukim tjetër që ne bën, thot Allahu subhanahu wa taala. Teksa na flet për profetët, teksa na flet për njerëzit më të pozgjedhur të tij që i kishte dërguar për të qenë kumtarët e tij tek krijesat e tij, Allahu subhanahu wa taala
Thot ne i kemi bërë ata, të thotë profetët, i kemi bërë shembulltyra, i kemi bërë imama, i kemi bërë udhëheqës dhe drejtues të njerëzve. Dhe krejt kjo nga që ata ishin udhëzuar sipas urdhrit ton, sepse ata jetën dhe shembullin e tyre i kishin ndërtuar sipas mësimeve të Zotit dhe i kemi frymëzuar ata që të bëjnë punë të mira. I kemi frymëzuar ata që të bëjnë punë të mira. Mirë, po pas e përmend Zoti i Madh se i kishte frymëzuar profetët për bërë punë të mira, e përmend më njëherë. I kemi frymëzuar ata për të bërë, i kemi shpallur dhe i kemi frymëzuar ata për bërë punë të mira dhe për të falur namazin, për dhënë zakatin dhe ata vetëm neve na kanë adhuruar. Saktësisht Allahu subhanahu wa taala nuk e lë veprën e mirë në këtë ajet një koncept të paqartë, nuk e lë një koncept të gjerë, nuk e lë një koncept që kushdo të vi ta interpretojë atë dhe të jep një domethënie. Kanë bërë vepra të mira, cila është vepra e mirë? Si e kanë nisur ata veprën e mirë? Si e kanë konkretizuar ata veprën e mirë? Si kanë qenë këto shembulltyra në raport me veprën e mirë? Pikërisht përgjigjja vën e kanë falur namazin. Ndaj edukimi i parë ishte që namazi është burimi i fuqisë, energjisë edhe i madhështisë. Ndërkësh në këtë edukim të dytë Allahu subhanahu wa taala na thotë që namazi është çelësi i punëve të mira. Dëshirojmë të jemi njerëz vepërmirë, dëshirojmë që të qasemi rolit ton të denjë në këtë jetë që të bëjmë vepra të mira, çelësi i veprave të mira është namazi. Çelësi i veprave të mira është namazi për Allahun subhanahu wa taala. Edukimi i tretë që Allah subhanahu wa taala na i bën në Kur'an është ajeti në vem ku Allah subhanahu wa taala thot: o besimtar, o ju që keni besuar, mos ju afroni namazit, mos bëni namaz teksa jeni të dehur, përderisa akoma nuk jeni këndjellur, nuk jeni kthjellësuar e të dini se çfarë flisni. Do thot mos gaboni të afroni namazit duke qenë të dehur. Realisht ekziston një narrativ historike se si ka ndodhur do thot vazhdueshmëria e shtimit të ndalimit do thot të alkoolit, mirë po esenca e këtij citimi sonte ka të bëjë pikërisht me një domethënie që është thelbi i edukimit që Zoti na jep. Do thot Allahu subhanahu wa taala po na urdhëron këtë rast në veçanti gjeneratat të cilat kanë jetuar në atë kohë që akoma nuk qenë liruar do thot nga mëkati i do thot akoma nuk ishin urdhëruar me urdhër të prerë për çështjen e alkoolit. E rëndësishme Allahu subhanahu wa taala në këtë jetë po na thotë që nuk guxon robi të afrohet namazit përdesa është i dehur dhe të afrohet gjithsesi teksa kthjellësohet dhe di çfarë flet. Sikur Allahu subhanahu wa taala na edukon me edukimin më të madh që namazi është gjendje kthjellësimi. Namazi është gjendje këndjelljeje. Namazi është momenti i zgjimit. Namazi është momenti ku ne e përcaktojmë dhe e jetësojmë të kundërtën e dehjes. Njerëzit nuk dehen vetëm nga piha dehës, njerëzit dehen edhe nga mashtrimet edhe vetë mashtrimi i tyre, njerëzit dehen edhe nga hamendjet e kota. Dhe namazi është momenti i zgjimit, namazi është momenti i kthjellësimit. Dhe Allahu subhanahu wa taala na edukon që teksa e falim namazin, teksa vendosim për ta falur namazin, teksa e fillojmë një faqe të re me namazin, teksa po dëgjojmë diçka rreth namazit, le ta kuptojmë që jemi duke dëgjuar për burimin e kthjellësisë, burimin e këndjelljes, burimin e zgjimit, burimin që na bën njerëzit më të zgjuar, na bën njerëzit më të këndjellur dhe më të pamashtruar, sepse mashtrimi është ngjarja e njerëzve të cilët mungon kthjellësia, u mungon qartësia, u mungon larpamësia. Dhe Allah subhanahu wa taala na edukon që të qasemi namazit duke parë atë si shkak dhe burim të kthjellësisë. Një edukim tjetër Allah subhanahu wa taala na tregon se si është lutur dikush pi profetëve, saktësisht Ibrahimi alayhis salam, në edukimin e katërt që kemi përzgjedhur, Allah subhanahu wa taala thotë kësaj. Ai është lutur saktësisht Ibrahimi alayhis salam duke thënë: o Zoti im, bëj që unë të bëj për herë dhe të kryj për herë namazin dhe bëj kësaj që për herë të kryj namazin pasardhësit e mi. O Zoti im, më mundëso që për herë unë të falin namazin dhe për herë pasardhësit e mi të falin namazin. Çfarë na edukon Allah subhanahu wa taala në këtë ajet? Allah azza wa jalla na edukon në këtë ajet me një edukim që sot më së shumti lypset spikatur dhe biseduar e kumbuar në mesin e fetarëve dhe të ketë ky edukim shumë i vonë. Falja e namazit si projekt personal dhe falja e namazit si projekt familjar është projekti më i madh i muslimanit. Imagjinoj dëruar Allahu Ibrahimi alayhis salam, i dërguar që ka pasur gjithë ato privilegje, i dërguar që ka pasur gjithë ato veçanti, dhe i dërguar që është babai i profetëve,
çfarë lutje ka përzgjedhur për të qenë lutje prej lutjeve që do ta evidentoj Kurani dhe do ta ruajë historia, do thotë edhe do të ruhet historikisht përjetësisht, është pikërisht lutja e tij për namazin e tij, për kushtimin e tij namaz dhe të namazin e fëmijëve dhe pasardhësve të tij. Do thotë Zoti më bëj mua për herë që ta fali namazin dhe më bëj pasardhësit e mi që për herë ta fali namazin. Kjo na jep një edukim që namazi për besimtarin dhe për familjen besimtare është krye projekti i jetës. Namazi është krye projekti i jetës, është mega projekti dhe angazhimi më i madh. Dhe Allah subhanahu wa taala jo vetëm që na ka treguar shembulltyrën e Ibrahimit alayhis salam se si është lutur, një ashtu Allah subhanahu wa taala në mënyrë të drejtë na ka urdhëruar në një ajet kuranor kur Allah subhanahu wa taala thotë: "Dhe urdhëroje familjen tënde që të bëjnë namaz dhe ti në këtë bëu kumgullës. Bëu kumgullës me këshillat e tua, bëu kumgullës me do thotë edukimin tënd, bëu kumgullës me joshjet e tua. Gjeje mënyrën më të mirë që ta shpërfaqësh kumgulljen tënde që të mos e kesh thjesht lutje, po ta kesh edhe projekt." Do thotë Ibrahim alayhis salam ka pas lutje që Allahu t'i mësoi atij për kushtimin e namaz dhe pasardhësve të tij, por në të vërtetë ka pasur edhe projekt të realizuar dhe përpjekje do thotë të prekshme, përpjekje të përditshme. Dhe kjo pjesa e përpjekjes së prekshme dhe të përditshme ka të bëjë pikërisht me këmbgulje. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Urdhëroj familjen tonë që të fajë namazin dhe thotë bëu këmbgulës." Thotë ne nuk kërkojmë për ju furnizim. Allahu subhanahu wa taala thotë, ne nuk kërkojmë për ju furnizim, ne ju furnizojmë juve, ndaj thotë përfundimi më i mirë është për ata të cilët ruan nga mëkatet. Çfarë na thotë Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet? Allahu subhanahu wa taala na jep një siguri, na jep një domethënie qetësie dhe përmbushje që shpesh i bën njerëzit të jenë shpërfillës ndaj namazit. Zakonisht njerëzit kur bëhet thirrje për ta falur namazin, arsyetojnë mos faljen ose shpërfilljen e tyre ose këtë largësi prej Zotit të tyre me idenë që po kujdesen për mbarvajtjen e familjes, po kujdesen, po punojnë, po angazhohen kështu me radhë. Në të vërtetë ti po punon dhe po angazhohesh për fituar furnizimin e Allahut dhe furnizimi i Allahut nuk arrihet duke e hidhur Allahun. Dhe Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet na tregon se ti duhet ta falësh me përkushtim namazin dhe të porositësh familjen tënde për ta falur namazin dhe ti jesh këmbgulës në këtë dhe asnjëherë të mos shqetësohesh për çështjen e furnizimit, për arsye se furnizimi është çështja e Allahut subhanahu wa taala. Ne punojmë, ne angazhohemi, ne menaxhojmë jetën dhe menaxhojmë orarin dhe mirë gjendemi në obligimet e jetës pa e lënë anësh dhe thotë obligimin tonë që e kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe edukimi i pesë që na i bën Allahu subhanahu wa taala është hadithi që shënon Muslimi nga Abu Huraira, është një hadith i njohur që vlen për të veçuar në shpjegime të mëvetësishme, ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam përcjell nga Zoti fuqiplot, që është hadith qudsi, ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam përcjell se Allahu subhanahu wa taala thotë: "Unë kam ndarë namazin ndërmjet në dy pjesë mes meje dhe robit. Unë kam ndarë namazin në dy pjesë mes meje dhe robit tim, dhe robit tim do të jepet ajo që e kërkon." E pastaj Allahu subhanahu wa taala na tregon që kur robi thotë falëndrimi takon Allahut teksa e këndon surën Al-Fatiha në namaz, Allahu subhanahu wa taala thotë robi im më ka falendëruar. Kur pastaj robi thotë që lavdrimet i takojnë të gjithëmëshirshmit mëshirues, pastaj Allahu subhanahu wa taala thotë robi im më ka lavdruar. E pastaj kur thotë që lavdrimet i takojnë Zotit që është mbreti dhe sunduesi i ditës së gjykimit, Allahu subhanahu wa taala pastaj thotë robi im më ka madhruar. E kur thotë pastaj robi teksa e fal namazin që vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, Allahu subhanahu wa taala pikërisht thotë kjo është mes meje dhe robit tim, se robi më adhuron vetëm mua, më veçon me adhurim. Thotë kjo është mes meje dhe robit tim, dhe robit tim thotë do të jepet ajo që e kërkon. E pastaj kur thotë na udhëzon në rrugën e drejtë, dhe jo në rrugën aty me të cilët ka ra pezmi yt, hedhrimi yt, as në rrugën aty të cilët ishin të humbur dhe të padijshëm, thotë dhe robit tim, thotë Allahu subhanahu wa taala, dhe robit tim i takon ajo që po e kërkon, do thotë do t'i pranohen lutjet. Ky hadith i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam që e përcjell nga Zoti i vet fuqiplot, na jep një edukim që besoj është edukimi më themelor për ta rishikuar qasjen tonë ndaj namazit. Ndoshta edhe për ta formatuar dhe për ta kthyer atë në formën dhe formatin më të mirë. Namazi është komunikim me Zotin. Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe faktikisht Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet hadith qudsi po na edukon që namazi është komunikim me Zotin. Nuk duhet parë
ashtu sikur se e thash më shumë se një herë, nuk duhet parë namazin vetëm si një detyrë që duhet kryhet, nuk duhet parë vetëm si një gjobë që duhet lahet ose si një borxh që duhet të shlyhet. Në të vërtetë namazi është komunikim me Allahun subhanahu wa taala. Andaj, nëse kemi në konsiderat këto edukata kuranore që namazin ta shohim pak më ndryshe. Namazin ta kemi në raport me namazin ta kemi çështje ndryshe dhe ta kemi vëmendjen e parë që e përmendëm në fillim të ligjëratës. Le të koncentrohemi tek jeta e mësimit. Le ta kemi për pak minuta vëmendjen se një ditë jeta jon do të merr fund. Një ditë ne do të vdesim. Një ditë do të na lëshojnë në varr. Një ditë ne do të fillojmë një dimension tjetër të jetës. Me çfarë shkojmë tek Allahu subhanahu wa taala? Me çfarë shkojmë tek Allahu subhanahu wa taala nëse nuk shkojmë me namaz? Kështu që për ta parë namazin si shpëtim të mësimit, duhet ta ndrojmë qasjen tonë, duke u fokusuar, duke pasur vëmendje tek ahireti. A mjafton vetëm kjo? Nuk mjafton vetëm kjo. Nuk mjafton thjesht për ta parë vetëm duke shikuar tek jeta e mësimit dhe duke menduar vetëm rezultatin që ishte shpëtimi dhe parja e fytyrës së Allahut, mirë po duhet edhe të edukohemi. Ndaj shpesh njerëzit nuk arrin të falen gjatë ose nuk arrin beslidhjen ta mojnë gjatë te çështja e namazit, pikërisht se u ka munguar edukata në raport me namazin. Dhe pjesë e kësaj edukate është kjo që na edukon Allahu subhanahu wa taala. Si duhet ta shohim namazin, si duhet të parë namazin, si duhet të shihet namazi. Namazi, Allahu po na edukon në këto ajete që të cilat i përzgjodhëm, po na edukon që namazi është burimi i forcës dhe i madhështisë. Allahu po na edukon që namazi është çelësi i punëve të mira. Allahu po na edukon që namazi është gjendja e kthjellësimit. Allahu po na edukon që namazi është projekti personal dhe familjar më i madh i besimtarit të vërtetë dhe Allahu subhanahu wa taala po na edukon që namazi është komunikim me Zotin. Këto domethënie, këto 5 edukime që i përmendëm, do ju kisha ftuar që pikërisht këto ditë dhe këto net të Ramazanit t'i aktivizojmë më shumë. Teksa falemi për ta menduar që jemi tek çelësi i punëve të mira. Teksa falemi ta mendojmë që jemi duke komunikuar me Zotin fuqiplot. Teksa falemi të mendojmë që jemi duke bërë projektin më të madh që do duhet të ishte tek një besimtar. Teksa falemi të ndryshojmë qasjen në raport me namazin pikërisht me këto ajete kuranore dhe me këto hadithe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse namazi ishte themeli fillestar dhe guri themeltar i adhurimit dhe i përpjekjes për t'u ofruar Allahut subhanahu wa taala, sërish ngelet përpjekja më e mirë dhe më e plotë të fetarisë, edhe namazi përban kupolën e adhurimit dhe të fetarisë për Allahun subhanahu wa taala. Elos Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë gjithëve të përkushtuar ndaj namazit, të na lehtësojë namazin, të na pranojë atë dhe të bëjë ditën më të lumtur, ditën kur të takojmë Allahun subhanahu wa taala dhe të na gëzojmë me shpërblimet e tij për namazin e falur. O sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.